Ky emision mundësohet nga Telkos. Mirëmbrëma ju themi edhe sonte, krejt juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit e po shoqëroheni bashkë me emisionin Një natë, poroj që keni pas një vikend të këndshëm, me plot energji të mirë po nisim edhe këtë javë bashkë me gjithçka që kemi përgatitur për juve, materialin e parë që e shohim çdo herë për metrijat e fundit nga showbizi vendor si dhe ai ndërkombëtar, mysafirin në studio do e zbulojmë fare pas pak se kë kemi të ftuar, si dhe çdo herë tjetër është edhe performanca prej qendresës. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se të ndjekim këngën e parë për sonte. Me thërime dhe shumë dashuri, nana mriti sot jam djaliri. Erdi momenti zemrën me dorëzu, se pa ty s'po muj ma me duru. Me nzi pres me ja tha nanës që ndashni kam ra, ma të mirën e shqiptaris me ja që me pa. E me nzi pres me ja tha nanës që ndashni kam ra, ma si ajo ka me pa, asa ka me qa. Ti diamant, unë zemër dukat, nuk du tjetër veç me t'pas ty ngat. Erdë momenti zemrën me dorëzu, se pa ty s'po muj ma me duru. Me nzi pres me ja tha nanës që ndashni kam ra, mas ti ajo ka me pa, asa ka me qa. E me nzi pres me ja tha nanës që ndashni kam ra, mas ti ajo ka me pa, asa ka me qa. Pas kësaj performance, shkoha që me ndjek edhe materialin që na sjell Larta, detajet i kuptojmë përmes stories në vazhdim, cilat janë materialet e fundit nga showbizi vendor si dhe ai ndërkombëtar. Martohet Dua Lipa. Ylli shqiptar me famë ndërkombëtare i ka dhënë fund beqarisë duke kurorzuar lidhjen e saj me aktorin e njohur. Ceremonia private u zhvillua në Londër, në praninë e një rrethi të vogël familjarësh dhe miq të afërt. Këngëtarja 29 vjeçare u paraqit me një pamje elegante në të bardha, ndërsa partneri i saj zgjodhi një kostum klasik në nuanca të errta. Çifti shkëmbeu zotimet në një atmosferë intime larg vëmendjes së madhe publike. Motra e Dafina Ziçiri deklaron se do jepte edhe veshkën për të. Vetëm pak ditë pasi publikoi projektin e saj më të ri muzikor If I Knew, Pejsa vendosi të ndajë disa detaje personale në një intervistë ekskluzive. Në bisedën e saj për mediat shqiptare, ajo foli edhe për raportin shumë të komentuar me motrën Dafina Ziçirin. Përkundër spekulimeve të shumta ndër vite, Besa la të kuptohet se lidhja mes tyre vazhdon të jetë e fortë, duke theksuar diferencën e vogël në moshë që i bën të ndihen pothuajse si binjake. Ajo shpreh se dashuria dhe respekti për motrën mbeten të pakushtëzuara, madje duke thënë se do ishte gjithmonë pranë saj në çdo situatë. Melinda publikoi albumin e shumë pritur me 20 këngë. Melinda Ademi ka prezantuar zyrtarisht projektin e saj të ri muzikor, albumin Bad Diva, i cili tashmë është publikuar në platformat muzikore. Ky album sjell plot 20 këngë të reja, duke reflektuar stilin dhe energjinë karakteristike të artistës. Projekti konsiderohet një tjetër hap i rëndësishëm në karrierën e saj, duke treguar vazhdimsinë e punës dhe kreativitetit në skenën muzikore. Brikena Mateo drejt ndarjes, Brikena reagon. Kohët e fundit po qarkullojnë gjithnjë më shumë spekulime se marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos mund të ketë marrë fund. Pas një periudhe të gjatë pas një reagim publik, Brikena është rikthyer në rrjetet sociale dhe menjëherë ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Në një video të publikuar së fundmi, ajo shihet duke kaluar mbrëmje në rrugët e Prishtinës në shoqërinë e një mikeje.
Megjithatë, ajo që ra më shumë në sy ishte mungesa e unazës, që zakonisht e mbante vazhdimisht në dorë. Ndjekësit vunë re se gishtat e saj nuk ishtin asnjë gjurmë të unazës së përditshme, apo asaj me vlerë sentimentale që e shoqëronte shpesh. Jemi pra bashkë edhe me intervistën qendrore këtu në studio, si çdo herë tjetër nga një personazh që ju e ndjekni vazhdimisht dhe ka ndikim sa do pak në jetën e secilit prej neve sonte, copëza të rrugtimit të tij jo vetëm nga jeta politike, por edhe atë akademike, gjëre gjatë për jetën edhe si profesor, si politikan, por edhe si njeri familjar bashkë me Bardhyl Hasan Papaj me neve sonte. Faleminderit shumë që i the po ftesës, kënaqësi. Merci për mua. Me ju sonte. Si ju kemi juve, fillimisht, si nisi dita sot, si jeni me energjinë, si jeni me disponimin, punë sa dush? Mirë, kjo punë e fushatës është interesante sepse e din ku e nis, por nuk e din ku e përfundon. Ka ndryshime gjatë ditës në oraret, itineraret që i kemi shumë shpeshta. Qytetarët shpesh dëshirojnë që të nalemi pas takimeve që i kemi, edhe gjithmonë kanë më shumë për të treguar, ndërkohë që ne kemi shumë pak kohë për të kaluar nga takimin takim, kështu që në tentativën për të mbuluar gjithë Kosovën në një kohë kaq të shkurt, sigurisht që shpejtësia duhet rritet televizjes nga një vend në tjetrin. Apo do të jetë e lodhshme, apo aq shumë me qejf dilni edhe me gjasë që jeni edhe pjesën e terrenit, sepse dëgjoni histori të ndryshme edhe prej njerëzve, qytetarëve të këtij vendi në çdo cep të Kosovës. Po do më ditë, a do të jetë e lodhshme nganjëherë? Në fakt kom prit që do të jetë shumë e lodhshme, por çuditërisht dhe jam habit pse nuk më duket as pak e lodhshme, përkundrazi, sikur kur po mbaron dita dhe mbarojnë takimet, kur shkoj në shtëpi, sikur them a ka dhe diçka tjetër që të mund të bëj sot, dhe sigurisht që është e lodhshme fizikisht, por nga që dëgjon shumë, shikon shumë, takon shumë njerëz, i kupton hallet e tyre drejt për drejt dhe kërkesat në fakt kur jenë kontakt, sepse sikur kemi kaluar në një botë shumë digjitale dhe kemi hup kontaktin me njeriu. Dhe kjo siç duket gjatë karrierës time më ka kapë edhe mua ky sindrom dhe kthimi tek qytetarët, biseda në katër sy drejt për drejt, shtrëngimi i duarve, përqafimet dhe këto sikur më kishin munguar dhe po e shijoj. Me gjas të dëgjoni histori të ndryshme, rrëfime, halle, dertë të qytetarëve, po të më ditë ajo prekin emocionalisht? Sigurisht. Ndonjëherë rrëfimet e tyre, së disa jeni edhe emocional pastaj. Sigurisht. Them drejtën po, përveç halleve financiare, ekonomike, adi që shpesh kanë qytetarët të rajoneve të ndryshme. Ato që janë më prekse janë ato të kryesisht të luftës. Pra, ku na tregojnë histori të humbjeve të dashurve të tyre, familjarëve të tyre, ata janë shumë prekse dhe sigurisht që aty sikur reflektimi ka një kuptim tjetër. Eksakt. Hasan Papa ju jeni mësu zakonisht në debate politike, aty po ka më shumë zhurmë, dhe duhet këtë zhurmë, duket që nga njerë dhe duhet ngritur zërin për të dëgjuar. Këtu është një format krejt ndryshe, për ju presim edhe me muzikë, sepse që Ndresa është pjesë e jona. Je mësu në debate politike, je mësu edhe me zhurmën, ju pritoni intervistat të tilla si kjo e sotit? Muzika i shtoshia jetës, që muzika është mëse atë, që sigurisht mund të shijojmë pak muzikë në të njëjtën kohë. Kur jemi tek pjesa e muzikës dhe qëndresën që përmenda, po të më ditë raportit si ke. Për shembull në këtë kohë të fushatës, çka po dëgjoni më shumë? Balada, këngë ritmike, këngë optimiste, pozitive? Patriotike. Kjo ishte, kjo dhe më e mirë. Patriotike, sepse jo, ideja është se nga takimin e takim, gjatë rrugëve që ecim, sikur ki shumë pak kohë dhe ke nevojë që të rrisësh pak adrenalinën edhe këngë patriotike në... Ke ndonjë këngëtar të një favorit të zemrës që dëgjon më shpesh edhe këngët, ose ndonjë këngë që veç ke kujtime të bukura, ku dion, thjesht nuk bëhet bajat asnjëherë? Po, patriotike ti thash për gjatë fushatës. Okej. Në përgjithësi? Në përgjithësi dëgjoj shumë muzikë dhe kam më shumë i preferoj këngë të qeta, romantike, dhe sikur shpesh dëgjoj edhe këto muzikën e lehtë popullore në fakt,
por jo atë shumë të zhurmshme. Muzikën e lehtë popullore, këngët e vjetra qytetare që i kemi gjakovare, sidomos edhe në Jare gjakovare. Bërë keni qenë në Gjakov. Si kaluat në Gjakovën e kuqe, në Gjakovën e bukur? Mirë, ishte interesante. Unë Gjakovën e kam, me thash biles edhe në postimin që Po, është prandaj edhe të pyeta, një lidhje të veçantë. E kam më të veçantë lidhjen me Gjakovën, se të jesh i malësisë Gjakovës, i asaj anës të Tropojës, i maleve sipër Gjakovës. Edhe të jesh dhomdër, që thonë Gjakovarët, dhomdër Gjakove, sikur ke dy arsye më shumë që aty të ndihesh më shumë se në shtëpi. Kështu që me Gjakovën kam një raport shumë të veçantë, shkoj shpesh, sigurisht përveç që kaloj shpesh. Kam plot miq edhe më pëlqen kultura, tradita, ushqimi. Dhe Gjakovën e kam si një rajon më të posaçëm, të veçantë. Dhe u kënaqem dje. Kishte plot njerëz, më shumë se sa që menduam në fakt, bile se kishim bojnë tek sheshja Lipodrimja dhe një amfiteatër simpatik aty që është në atë parkun e vogël, dhe duke menduar që do të kemi komunikimin më të afërt me qytetarët, por sigur u mbush edhe më shumë se sa që e pritëm, por e menaxhuam mirë. Kur e përmendë Gjakovën edhe pjesën e vendlindjes, ju kam për parë në studion e një natë, kështu që kemi një rrëfim jetë, edhe po më duket që nuk kemi një kursy bashkë për kur gjoheq. Po du më të këthy pak si kronologji të pjesa e filmërisë, zotëria Sam Papaj, edhe rrugtimin tënd akademik, edhe hyrjen e politik, padyshim nuk kemi ka me ik, por familja. Çfarë thona? Jeni rrit në çfarë familje madhe, familje vogël, ju si fëmijë, po më intereson me ditë kur po flasim tani në këto momente, tip shumë ndryshe si fëmijë? Sheri mahallës? Jo, në fakt, ndoshta nga që kam qenë sugari i nanës, në një familje shumë të madhe, kam 5 motra dhe 2 vëllezër të tjerë, kështu që jam i teti në familje, i vogli në familje, por në një familje shumë të madhe. Dhe këto tash i pash këto, foto si pas në ditë që i pasi gjerë këto. Befasi bukra këto. Befasi. Por prindrit janë marrë me arsim që të dy. Babaj ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsisë, dhe nëna pashtu pedagoge e arsimit të fillor. Dhe jam rrit në një familje, si gjithë shqiptarët, familje me halle, sigurisht në kohë shtu, në Bajram Cur. Dhe unë, me që jam, tani i kam 24 vjetë, dhe kam provu e pak sa do që nuk e maj mend sa duhet edhe kohën e komunizmit në Shqipëri. Dhe thonë, kam linë në 1982, dhe nga 82 deri në 90-tat, ato 6 vitet e para ka qenë sistemi komunist, edhe pse në kolapsim e sipër në atë kohë. Dhe e mbaj mend, dhe ndoshta kjo është një prej arsyeve që unë kam një rritim shumë të madh për ideologjit e majta, me që komunizmi kalon pasoja shumë të mëdha, sidomos në Shqipëri. Dhe unë e mbaj mend periudhën e tranzicionit që ka qenë shumë problematike në Shqipëri, vitet e 90-ta, ardhja e demokracisë, ato demonstratat e para dhe përpjekjet për të ndryer regjimin komunist, sado që kam qenë i ri, po i mbaj mend shumë mirë. Dhe janë momente që shpesh kur i kujtoj, domethënë në një periudhë kaq shkurt kohore me kaluar të gjitha këto sisteme, sigurisht që të lanë gjurmë. Familja, pastaj sigurisht që familje e madhe është shpërndarë pastaj në vendet të ndryshme, motrat, disa prej tyre pasi u martuan, shkuan në Angli, në Amerikë, kryesisht gravitonin nga Tirana. Dhe prej vitit 90, gjatë shkollës fillore, shkollës së mesme, edhe shkollën e mesme kam përfunduar në Bajram Cur. Por deri në përfundimin e shkollës mesme, ne nga që ishim kufi me Kosovën, me Gjakovën, sikur i përjetonim hallet e Kosovës më shumë, ishim më afër. Sidomos eksodi para luftës paksa, sepse ajo pjesë e kufirit, domos Juniki, Deçani, pjesa e Gjakovës dhe ato fshatra filluan të largueshin pak më herët, para se të shpërthente lufta në intensitet më të lartë në vitet 98-99 në Kosovë, dhe kishim plot refugjat që vinin andej.
Dhe ky komunikimi me I keni taku Kosovën... prej afër kështu Po, ndonjëherë? Po? shumë. Domethënë, një pjesë e familjes nënës është në Junik, tek Gaxhert në Junik, gjysma e familjes, një hall e nanës atje dhe është një pjesë e familjes goxha e madhe në Junik, dhe erdhen në kohën e luftës atje dhe ne kishim shtëpinë, po një shtëpi modeste, 2 kaçe, po jo shumë e madhe dhe jetonim aty në kohë të luftës, për një 6-7 muaj kemi jetuar 40 veta, domethënë. E mbaj mend, ne ishim vetë familje e madhe, Sa bukur që ndohet. plus edhe kur erdhen kushërinjt nga nëna nga Juniku, në kohën e luftës, ishte emocion i veçantë, ndërkohë që hallet i harronim që i kishim dhe u bëm një familje, u afrum shumë, dhe kjo në fakt ishte një prej arsyeve që ndërkohë që gjithë shokët dhe shoqet e gjimnazit mendonin që do studionin në Tiranë, disa edhe jashtë, sikur ajo lidhja me Kosovën u bë edhe më e madhe dhe edhe në diskutim me prindit e kisha da mendjen që unë do të vinë në Prishtinë. Okej. E këtu ndalemi, pastaj do vazhdojmë edhe pjesën e studimeve, por ku po shoh këtë fotografi, nuk kam si mos të pyes kujt i ke ngjarë më shumë. Sa i përket karakterit, më intereson e me ditë më shumë. Nënës, babait? Qetësinë e kam marrë nga babai, kurse nga nëna ndoshta emocionin pak më shumë. Jeni ndjeshëm më gjatë. Jam pak sa. Emocional. Jam pak sa. Një miks i bukur. Përveç familjes, me vëllezërit e motrat, çfarë raporti realisht ke pas, sepse nuk të pyeta. Me cilin më shumë kështu ke qenë pak më i lidhur. Kur jeni një familje të madhe, sigurisht ato zënkat janë Janë aty. Janë aty. Dhe kishim shpesh zënka. Dhe unë si i vogli, sikur isha pak i lastuar. Domethënë me kishin trajtuar me dashuri pak të tepruar, kështu që ndoshta përveç atyre zënkave që janë normale, sikur kam pas dashni nga që të gjithë si i vogli dhe për kujdesje të madhe, shumë për kujdesje të madhe, sidomos nga motrat. Motrat ishin më të mëdhaja dhe motra e madhe Besa, për shembull, ajo jeton në Oxford tash në Angli dhe punon atje. Edhe ajo sikur kisha edhe nën të dytë, pra, dhe ajo është kujdes shumë për mua, ndërkohë që prindrit punonin që të dy. Sa me fat, kështu. Kur i dhesh edhe një familje të madhe, plot dashni, plot harmoni, plot paqe, për kujdesje. Do shta kjo më kanë ndihmue, të pas një familje të madhe, më kanë ndihmue në rrethin shoqëror. Kur kam marrë në studime në Prishtinë në vitin 2000 për shembull, nga që kam jetuar i rrethuar me plot njerëz, sikur me një shok, 2 shok apo një shoqe, 2 shoqe, sikur s'më mjaftonin gjithmonë mbledhja shoqëri pak më shumë dhe kam qenë si epiqendra e gravitetit për rrethin shoqëror. I mbledhja shumë në pak. Dhe tash sot e kësaj ditë, me të gjithë shokët dhe shoqet që kam qenë nga koha studime me vitin 2000, kam plot isha para 2 ditësh isha në Istog dhe shkova në një intervistë tek ajo radio televizioni Fontana dhe disa shok të studimeve që nga viti 2000 të Istogut insistonin kur morën vesh që hyna në politik duhet marrë në Istog, duhet me këtu dhe diskutonin për kujtimet në jetën studentore në konviktet në Prishtinë dhe ndër tjera një nga shokët jeton Osmani, që është një biznesmen i suksesshëm atje tash, një shok i mirë. Po ju tregon të këtyre tjerëve aty, thonë, Bardhyli gjithmonë na afronte, na mbledhte, sikur gjithmonë nuk kishte dëshirë të rritej vetëm me një njeri apo me 2, po u mbledhnim gjithmonë rreth tina dhe i kam marrë ato raporte edhe sot e kësaj dite, shumë. Me fat, sepse veç desha ta bëj edhe pyetje në realisht se sa ka qenë tipi shoqërueshëm edhe sa kemi ci të vjetër edhe prej pjesës së filmërisë, studimeve që i mban edhe sot, përveç përgjigjen sapo edhe me fat njeriu më duket konsiderohet, nganjëherë dhe harrojmë të jemi shumë falendërues kur shohim sa shumë njerëz kemi, prandaj hyrja jote në politike dëshmoj edhe këtë pjesë apo jo, kur në çdo qytet takon miq të vjetër që ke kalu thobza bukrat një periudhë të caktuar dhe nuk janë vetëm njerëz kalimtar, janë pak më shumë. Sigurisht. Unë në fakt në raportet që i kam ndërtuar sidomos në Kosovë që nga viti 2000, ndoshta me gishtat e njerëz dorë mund t'i numëroj dhe do t'a kem vështirë t'i plotësoj të gjithë gishtat e njerëz dorë, njerëzit me cilët jam prish. Pra nuk
nga të gjitha raportet që kom pas, kom shumë pak njerëz me cilët mund t'i kem da rrugët përfundimisht. Sepse zakonisht i mbaj raportet të njerëzore, shumë. Jeni tip i ksyshëm, kështu, falni letë, zotëria Hasan Papi? Po. Maria, shumë letë. Do më thonë, nga njerëz që ndoshta e kom pa që kanë bë për arsye të ndryshme, ndonjë padrejtësi ndaj meja apo kështu, edhe më thonë, e kupton vetë që nuk do të ishte gjëja duhur për ta bë, po nuk maj natë. As pak, nuk maj, se mbaj do të brenda dhe s'du ta mbaj, do më thonë, me njere e heq. Të është kështë përdorë ndonjëherë gjatë rrugtimit tënd kjo pjesa e butë me njerëzore, kuptueshme, false? Jo, sigurisht, unë, do më thonë, ndoshta unë fali nuk maj mëri, nuk maj inat, por nëse ajo të protë unë kryoj pak distancë. Kaq, mund t'jetë inati im, do më thonë, inatin mund ta si shndroj në një krim të një distance, vetëm kaq dhe prapë mbaj raportet njerëzore. Dhe nuk e lejoj që të keq përdoret, sigurisht. Okej, sa i përket fëmijërisë, harrova me pyet ëndër, sa i përket profesionit, ke pas diçka tjetër? Unë gjatë fëmijërisë kisha disa opsione dhe dilema, në fakt, me këtë shoqet e shkollës mesme. Me pëlqente shumë inxhinieria dhe arkitektura, isha mes inxhinierisë, arkitekturës dhe juridikut, që ishin komplet. Nëse shkoja tek shkencat shoqore, juridikun e kisha gjithmonë duke pa filma me avokat, me kështu, dhe kisha shumë merak të bëhesha një avokat i suksesshëm. Por njëkohësisht më pëlqente inxhinieria dhe arkitektura. Do të thonë, sikur e imagjinoja të punoja në projekte të mëdha të arkitekturës për zhvillimin e qytetit dhe sidomos të urbanizmit. Por zgjedha drejtësinë. Ndoshta më lehtë. Okej, do ndalemi te drejtësia, po do ndalemi prej vitit 2000 kur vazhdova dhe studimet e politikën, jetën akademike tash, por fillimisht do shkojmë me marketing një herë. Edhe kthehemi pra bashkë me pjesën e dytë. Jemi pra bashkë edhe me pjesën e dytë, zotëria Hasan Papaj, mbetëm tek pjesa e shkollimit edhe tash edhe politike, por gjithçysh edhe pjesën e familjes, në fund duhemi me prek rolin si prindë dhe gjithçka tjetër, sepse familja është mbi gjitha. Por shkojmë tek politika. Edhe balancimin mes politikës edhe mes jetës si akademik edhe pjesës universitare, po du me ditë, apo mundesh me e bo? Dëgjoj, njeriu duhet t'i di cilat janë gjërat më të rëndësishme në jetë dhe sigurisht pastaj të tjerat vinë dhe duhet të harmonizohen rreth disa shtyllave kryesore. Dhe sigurisht që familja është shtylla kryesore, jo vetëm tek ne në fakt, po thuajse në gjitha vendet tjera. Por tek shqiptarët familja ka qenë stre edhe më e madhe e pole ku njeriu jo vetëm ka gjetë ngrohtësinë, po edhe sigurinë. Për shkak të historisë tonë jo të lehtë që pushtimeve të ndryshme, nga koha e perandorisë osmane, sidomos për të mos hyrë në historinë më të largët, edhe pushtimet në vazhdimsi, problemet që i kemi pas me shtetin, familja ka qenë edhe stre ku je ndi më i sigurt. Dhe për një numër arsyesh historike, ne familjen e kemi pas përveç aspektit emocional, bosh rreth cilit është ndërtu edhe jeta shoqërore. Dhe sigurisht familja për mua përbën bazën kryesore. Jo vetëm familja e ngushtë, bashkëshortja dhe 2 vajzat, por edhe me gjerë prindrit që akoma i kam dhe vëllezërit dhe motrat, po sigurisht edhe të afërmit e tjerë. As që diskutohet, pse hyre në politik imponim, dëshirë, eritja personale? Jo, unë pasi mbarova ciklin e shkollimit, domethënë përveç si jurist, që kam punuar në shumë projekte, në shumë një pjesë studime magjistrature e kam përfunduar në Gjermani, në Universitetin e Bremenit.
Në Itali? Pastaj doktoraturën kam përfunduar në Itali, në Universitetin e Firenzës. Dhe përveç një pjesë, një 10 vite kam qenë pedagog në Universitet Prishtinës në fakultetin juridik, po pastaj për shkak të punës me kompaninë, që do a shpjegoj edhe pak më shumë, por për shkak të punës mbi ngarkesës, akademinë që kur e lash me njonë dhe mu desh të heq dorë nga universiteti dhe të përqendrohem në biznesin tim që kisha një kompani konsulente me shumë projekte të mëdha, me përgjegjësi të madhe. Ishe në dilemë? Në dyshime kështu, apo e doje? Erdhi si naturalisht. Do më thonë ishte jo vetëm zgjidhje personale, po ishte paksoj imponume edhe prej rrethonave. Kështu që ka njerë zgjidhjet nuk duhet t'i shtysh fort për t'i pranosh në rrjedhën natyrale të tyre. Kështu që ato ishin si arsye kryesore, pastaj duke punuar në shumë projekte, kryesisht në sundimin e ligjit dhe në digitalizimin e shërbimeve juridike. Prania në media, në debate dhe gjithmonë kam pas kurjeshte për jetën e përgjithshme shoqore dhe politike, pra si ndikon politika në jetën tonë, dhe ndoshta me një shpirt të ndërmarrësisë që kisha dëshirë që gjërat ndodhnin më shpejt, sikur gjithmonë fajin e shisha tek politika, që shumë gjëçe që i kemi dhe ashtu besoj edhe sot, që i kemi në jetë, i kemi si rezultat një politike të keqe, një politike që është më shumë përçarëse dhe ndarëse, se sa përbashkuese dhe zhvillimore, që nuk është shumë integruese si për brenda ashtu edhe për jashtë. Dhe erdhi si naturalisht, duke kritiku shumë, sidomos kohët e fundit, se është hera parë që po hyn politikë. As e kam menduar as të. Nuk e kam pas ëndër politike, nuk e kam pas një prej dëshirave, edhe pse u kam pas mundësi edhe të kaluarën nga rrethi shoqëria, kam pas shok të shoqe shumë ngushta të mira që kanë hyrë në politikë dhe shpesh më kanë kërkuar që të vazhdoj me ta rrugtimin, po kam refuzuar. Kësaj radhe, sidomos të këtij kaosi politik që ndodhi me këto sidomos zgjedhjen e presidentit dhe kjo ngërçi që ndodhi këtë kohë dhe ftesa e presidentes Osmani që t'i bashkohem në rrugtimin e saj, sigurisht në një moment që thash pse jo. Sa kam qëndruar me njën, kam kritikuar, komentuar nga distanca. Pse të mos hyj ti përvjel manget dhe shoh se ndoshta mund të jap kontribut dhe unë besoj që kam çat ofroj. Ishin kundër nga familja ose ndonjë Po, njëri i afërt? bashkëshortja, Arteida, bashkëshortja ishte kundër, ishte shumë kundër, sepse tha është ai momenti kur ke arrit në një comfort zone, ajo punon si notere dhe noterët e kanë punën e mirë, e qelin zyren kur donë, e mshelin kur donë, e planifikojnë punën, sigurisht edhe aty ka vështirësi dhe ka punë me klient dhe nuk është e lehtë. Por sikur e menaxhon jetën e saj dhe kujdesin për fëmijët shumë më mirë. As që krahasohet me politikën, a? Dhe mendin fillim. Sigurisht. Din kur po del, pastaj Ani edhe pse shpesh po i akuzojnë president, po i thonë notere. Dhe ka aty kanë bën gjashmërinë me politikën, por jo, ajo ka qenë kundër, ka qenë shumë kundër. Por e mira është që pasi negociatave të vazhdueshme, jo vetëm që u bind, po unë u sigurova që nëse hyn politik, thashti, jo vetëm që do t'jesh përkrase, po do t'jesh militantja e parë, në thojza militantja për mua, sepse nëse unë s'kam arrit me të bind ty, dhe nëse ti nuk je krajimi për të bind të tjerët për mua, unë qënë hapin e parë do të dështaj. Ja the kështu? Kështu saksisht. Dhe do me thonë tash, nëse ti pajtohesh që unë t'jem politik, ti nuk pajtohesh që vetëm unë të merrna me politik, po ti pajtohesh që mu me më përkra në çdo hap, se për ndryshe, po se pa ta përkrahjen tënde, nuk e kërkoj dot të askujt. Dhe ishte momenti reflektues që e bona pjesë të vendimarrjes dhe i dhash edhe përgjegjësi. Mençur keni vepruar. Ideja ishte që unë mos filloj udhëtimin i vetëm dhe të merrja vetëm pëlqimin e saj. U sigurova që të marr përveç pëlqimit edhe përkushtimin e saj që do të më përkrate. Dhe në fakt, pasi u pajtuam dhe pasi vendosem që unë të hyj në politik, ajo me njëherë sikur
me sistem, filloj telefonoj familjar, miq, shok dhe të tjerë, dhe biles ishte koha para se mu mbyll listat. Dhe aq shumë telefonoj miq e shok, sa që thash, më fal, Art, sa jo Arteida e ka emrin, po Art i thrasim për shkurt që të gjithë dhe një. Thash, Art, thash, dhe gjithë thash zamër, me që s'jam mshil hala listat, e kom përshtypjen që ti do t'ishe me mirë me hin list. Thash, dhe biles, gratë në politik, si kur kanë më shumë hapësirë dhe kemi më shumë nevojë për gratë në politik. Thash, a bojmë një ndryshim, thash, se kemi akoma për kujdes na unë për vajzat, për gjitha punë të shtëpisë, dhe vetëm hytin në politikë. Jo, tha, unë jam për krah ty, tha, jo për ty vetë. Dhe kjo është, kur e kej krah djathtë, dikë 1% të jetës është e bukura krejt rrugtimit. Pse në LDK, raporti me Vjosa Osmani, një shumë mati? Zotëri Hasan Papa, e di që kam parë një fotografi, është kjo, po, pikërisht kjo. Duket shumë mati. Nuk e dija po gjatë studimeve, po tregom. Boti, po, shef aty mu që heret, kemi qenë në vitin e 3 të fakultetit, në 2003 du t'jetë kjo. Jemi në Vjenë, këtu, si student, dhe qatër patëm fillu me mra flok, dhe mu më kanë mra flok shumë heret, prandaj. Çfarë detaj më bani me? Dhe këtu kemi qenë 2003, me Vjosa Osmani, unë jem që në vitin 2000, dhe më thonë që 25 vite. Dhe si student, kemi përfaqësuar Universitetin e Prishtinës në shumë gara studentore, ishim më aktiv, ishim më kështu, përveç që kishim avantazhin që njihnim anglishtën mirë, në atë kohë vinin shumë projekte që na ndihmonin si student, kemi pas qendrën juridike, aty kemi pas një qendër të drejtave të njerëzit në Fakultetin Juridik, ku bashkëshim studentët që ishim pak më aktiv dhe merreshim përveç studimeve, merreshim edhe me aktivitete ekstrakurrikulare. Dhe me presidenten Osmani që aty kemi filluar udhëtimin. Ishim në Vjenë në një garë studentore që është International William C. Viss Moot Court Competition, që është në drejtën komerciale, edhe sot studentët e juridikut, studentët juridikut marrin pjesë çdo vit në atë garë dhe janë shumë të suksesshëm. Është gara më e madhe dhe më prestigjioze ndërkombëtare për juristët, për studentët e juridikut. Dhe na financon të Pittsburghu, Universiteti i Pittsburghut këtu. Ka që një Mark Walter që vite në Prishtinë, na trajnonte. Ishte një trajnim 6 mujor për të marrë pjesë në këtë garë. Dhe që aty kemi filluar rrugtimin me Vjosa Osmanin dhe kemi pas një miqësi shumë të afërt bashkarisht, ani pse pastaj në rrugtime të ndryshme, por me Vjosën unë kom pas një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, kemi qenë miq shumë të mirë. Pastaj që të dy pranum, me një vendim jemi pranu asistenta në Fakultetin Juridik në Universitetin Prishtinës, me Vjosa Osmanin edhe me Qerim Qerimin, ish rektorin e Universitetit Prishtinës tash, dhe ai ju dedikue më shumë shkencës dhe akademisë, profesori Qerim, ndërkohë që Vjosa hyri në politik me presidentin Sejdiu në atë kohë, dhe filloi rrugtimin politik më herët. Dhe gjithmonë, sikur më ka kërkuar që të angazhohem në politikë, po gjithmonë ajo ka vazhdu politikën, unë biznesin dhe jetën tjetër profesionale. Dhe e kemi majtë të miqësi, gjithmonë. Pastaj edhe familjet tona, në fakt tani, janë vajza tona reja, me Duen edhe Andën, që janë këto rebelet që na ofrojnë më shumë. Kohët e fundit këto na ofrojnë më shumë dhe rrinë më shumë kalojnë kohë këto mes njëra tjetër, se sa që kemi kohë të kalojnë ne bashkaj. Kështu që kemi edhe miqësi familjare të hershme. Edhe ja ku jeni sot të bashkuat në politikë, po e shoh që është vështirë të jesh politikan? Ndoshta para si ty kështu tamam fuqishëm këtë periudhë, sa veç ju ka rënë me qëndru me krejt ekipen, me pjesëtar tjerë të LDK-s, por edhe me njerëz në terren dhe gjithçka tjetër. Po duket vështirë si pozitë? Jo, si fillim ndoshta është ai entuziazmi i fillestarit, që nuk e din ku ki hy. Dhe unë me gjithë qeshi, flas, shkoj, bisedoj, shtrëngoj duart, dhe nuk e kuptoj akoma ndoshta këtë konkurencën e brendshme, sepse lufta brenda sojit sigurisht që është më e vështirë, dhe sikur dhe kjo
puna e bisedave të shumta e grupacioneve, sidomos brenda LDK-s, qarjeve, thyrjeve, po unë që kuptoj se me gjithë sikur kam një raport të mirë dhe unë më kanë ndihmuar ndoshta pa përvoja politike që ta shndroj një avantazh praktik, sidomos në këtë garë, sepse hyra shumë shpejt, hyra në një palëzgjedhje të jashtëzakonshme, të paplanifikuar dhe të panevojshme në fakt. Dhe po munduhem ta shijoj maksimalisht sepse po takoj shumë njerëz, edhe po i kuptoj dinamikat e brendshme politike në LDK, edhe jashtë saj, edhe në fushat të përgjithësi, por po e shijoj shumë, po mësoj shumë, edhe po bëj maksimumin që të kontriboj, po aq shumë. Dhe prandaj nuk po nalem nga mëngjesi deri në mbrëmje, sigurisht që raportin personal e kam me presidenten Osmani dhe i besoj pa asnjë dilemë. Ka qenë një politikane, unë besoj, e shkëlqyshme, ka punue një grua e jashtëzakonshme, që nuk e frikson asgjë. Unë është punëtore e pashoq, e pa shembull. Unë është në mbajmend që në atëherë për që këty studimeve dhe njerë, kur ishim në Vjenë apo në Francë, kemi pa marrë pjesë në Jean Pictet, ka qenë një garë për drejtën ndërkombëtare humanitare në Marseille të Francës në 2003-2004, pastaj në Pittsburgh në Amerikë kemi shkuar pashtu si student, kemi kaluar një summer school bashkarisht në vitin 2003 në Pittsburgh, në Universitetin e Pittsburghit në Amerikë, që në atë kohë ishim studenta dhe aplikonim për bursa, për aktivitete ndryshme dhe e mbaj mend që s'na lente rahat, gjithmonë kishim prezantime të nesërme, na mbante deri në 2 natës, 3 natës, jo dhe njerë ta përsërisim prezantimin, t'i bëjmë argumente të shtesë, kështu ashtu derisa i thonë qa, jo, të lutem, po pushojmë tash, nuk muj ma. Dhe kjo ka qenë gjithmonë apasionante e punës, do më thonë me perfekcionue se cilin prezentim, se cilin punim që e prezentonishim. Dhe prandaj unë i besoj sepse e di vullnetin, dëshiren, pasionin për punën dhe e njoh afër. Prandaj unë i besoj në çdo lëvizje që ajo e bën, sepse e bën për arrit një rezultat gjithmonë më të mirë, dhe është familjare përkushtuar ndaj familjes, dhe është një atë dhe dashte e pashoq, domethënë punon për Kosovën, për Republikën e Kosovës, ditë e natë, kudo që është, nga do që shkon. Një dukuri, një fenomen që të shoqëron, po më të pengon edhe të shqetëson në shoqërinë kosovare, këtu në Kosovë në përgjithësi. Qëllimet e tua, cilat janë, diçka më specifike, ka për teje që mundesh me nda për neve, por një kusisht për më të usenja që veç edhe thash në fillim, një dukuri që të shqetëson? Dukuri, nuk do të kisha quajtur dukuri, prap ka spjegimin e vetë historik në Kosovë, pak më shumë se sa, dhe unë bëj dallime në fakt, sepse Kosovë-Shqipëri për mua janë një, nuk e bëja dallim, por sigurisht nga që kemi kalu periudha historike të ndryshme, ka disa dallime të vogla dhe unë, ajo që jo më pengon, por që do të kisha dashur që të jetë pak më ndryshe, është që njerëzit shpesh nuk ta thonë të vërtetën në sy. Do me thonë, rezervohen, nuk e japin mendimin e plot, dhe shpesh, jo që ta bëjnë qefin, po nuk dëshirojnë të komentojnë shumë për veprimet, zgjedhjet, për punët që i bën, dhe sikur marrim shumë distancë me njëri tjetrin. Dhe unë do të kisha dashur që të kem afrimitet pak më të madh. Pse të mos komentoj për punën tënde, të thonë, jo, po nuk e bëre këtu mirë, e bëre kështu, të jep preferencat e mia për rolin tënd që e ke sot këtu. Dhe nëse unë të jap sugjerime se si do ta bësh më mirë, që nuk do të thotë që mos më pëlqen kështu siç prezanton, apo siç e organizon emisionin. Po dëgjoje mendimet sinqerta, pak më shumë nga rrethi yt i ngushtë, por edhe më i gjerë. Nuk i duam kritikat në duket kështu. Do me thonë, do të përmirësohesh më shumë. Eksakt, shumë e vërtetë. Dhe kritika është gjëja më e mirë që mund t'ja bësh një njeri. I përballoni kritikat lehtë? Po, unë i kërkoj kritikat. I kërkoj sepse kritika të përmirëson. Edhe po që dashakeqse. Pse? Se nëse ke një njeri kritik që ka të shikon me sy kritik, lere të kritikojnë. Pse? Se ndoshta ka i kap ato pozicionet e dobta, tuat, dhe aty do me bo kritiken. Ani, le ta bëj, ti pastaj tregoj pse nuk është ashtu. Por ndoshta po e pave edhe vetë me një sy kritik, mund ta përmirësosh vetveten. Dhe këtu ne e shoh një prej gjërave që do të kisha dashur në rrethin shoqëror, që njerëzit të shprehen më lirshëm. Kosova në sy tuaj
si politikan, ka nevojë për shumë ndryshime? Jo ndryshime, ka nevojë për një klim tre politike, ku njerëzit politike nuk e shohin si diçka të poshtër, të keqe. Edhe vetë e kom pa shpesh. Sepse me të vërtetë është politika nuk është e lehtë, por politika organizon jetën shoqërore. Me politikanë të mirë, në fakt mund të ecim shumë më mirë përpara. Dhe unë besoj që kjo lufta propagandistike që bëhet sot, sidomos në rrjetet sociale, po i frenon njerëzit që të angazhohen në politikë. Dhe një prej arsyeve pse unë pikpyetjeve të mëdha që i kam pas, dhe kur kam diskutuar edhe me bashkëshorten, por edhe me prindrit, babai është 86 vjet sot, po është shumë aktiv, dhe ai ka qenë kundër për në politikë. Për shembull, lesës duhet asgjë politika. Lere nuk duhet, lere jetoj qetë me familjen tonë, siç e kemi ne, ke punë të mirë, mos u merr me politikë. Dhe ndërkohë që nëna insistoi, tha, bëje, tha, ti do ta bësh mirë. Bëje, tha, hy. Dhe politik është mirë që të hynë njerëzit që nuk e kanë provu asnjëherë politikën, por që kanë çat kontribuojnë, që janë profesionista, që kanë një bagazh intelektual dhe profesional, por që kanë edhe një dëshirë që të punojnë me vullnet të mirë, të punojnë drejt, të punojnë pastër, edhe mos ta shohin politikën si përfitim personal, po si një platformë në cilën mund të japin një kontribut shoqëror. A është vetën gjatë? Apo mendojnë që një politikan ka afat skadence? Ndoshta unë prapë po them ai entuziazmi i fillestarit, qëndroj por atje. unë nuk kam hyrë në politikë si një udhëtim sezonal. Kam pas vështirë të marrë këtë rrugtim. Në politikë tani do të jem më gjatë, se unë besoj që kam që të ofroj. Dhe dua që të ofroj, dua të kontriboj me tërë kapacitetin tim profesional. Qofse unë në kompaninë time, për shembull, kam një kompani, Kosovo Legal Services Company, kam implementu projekte në Kosovë jashtëzakonisht të rëndësishme, financuara nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, përmes USAID-it, kryesisht, në sektorin e sundimit të ligjit. Për shembull, kam ndërtu databaza që kam lidhë të gjitha gjykatat në të gjithë Kosovën, në një databazë, ku sot marrim certifikatat e dënimeve, nëse je i dënuar apo jo në të kaluarën, criminal records që quhen shënimet e të kaluarës, dhe ato merren sot online përmes e-Kosovës. Atë sistemat platforme kam bënë me kompaninë time përmes një projekti të Bashkimit Evropian. Kemi punuar 5 vite, por të gjitha arkivat e gjykatave i kemi nxjerr, i kemi skanuar, i kemi futur të gjitha shënimet dhe sot çdo person i dënuar nga 99-ta deri sot 350.000 persona të dënuar që kanë qenë ndër vite, i kemi futur ato dëna në një sistem digjital. Dhe ajo është bërë fare lehtë. Unë jam udhëtari i digitalizimit me përdor epokën digjitale në shërbim të qytetarëve, jo platformë për të godit njëri tjetrin edhe për të baltos përmes rrjeteve sociale. Inovacioni, AI dhe përdorimi i digitalizimit është një mundësi e jashtëzakonshme për ne sot nëse e përdorim në dobi të qytetarit. Do të thonë, dhe këtë mund ta bëjmë. Kam bënë kompaninë time, kam bërë shumë projekte me trajnime, rritje kapacitetesh, ndërtim databazas, hartim legjislacioni, hartim të akteve nënligjore dhe plot punë të mira, dhe nëse unë jam politik, unë besoj që do të bëj punë të ngjashme edhe më të mira, sepse ka nevojë shumë. Dhe duhet ta shohim politikën me sy më të mirë, të japim një imazh më të mirë dhe jo vetëm si një përçarje dhe sharje, po si një vend pune në dobi të qytetarëve. Me këto fjali këtej për të bukura që sa po i the, unë edhe kisha përfundu këtë intervistë, ke kënaqësi që i thatë po ftesës, ju priftën bara, dëgjohemi prapë, pse jo, ndoshta edhe pas një viti ku mund ta bëj pyetjen e njëjtë edhe sa gjatë në politikë. Nëse do të kem fatin zgjidhem deputet nga lista e LDK-s, unë jam me numër 34 në listën e LDK-s, po në fakt qytetarët nëse japin besimin LDK-s, këdo që të përzgjedhin në atë listë, është një listë fantastike e njerëzve profesionista të mirë, por nëse kam fatin të zgjidhem deputet dhe të hyj në tempullin e demokracisë në kuvendin e Kosovës, do të punoj me pasionin më të madh që t'i lëm përçarjet edhe sharjet, po të punojmë bashkë, ndërtojmë institucione edhe ta çojmë vendin drejt Bashkimit Evropian sa më parë, të jemi evropian edhe me destinacion, edhe jo vetëm me mision, po të jemi evropian me pasion aty ku përkasim. Kështu që shpresoj që kur të vi si deputet,
nëse do të kem patin, do të tregoj më shumë për plane më konkrete se ç'a mund bëj politika për qytetarët. Faleminderit shumë, kënaqësi. Ishte kënaqësi. Faleminderit publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këtë momente. Ne shihemi pra bashkë të hënën tjetër. Ju mos ndani prej ekranit të TV1 e përfund si gjë tjetër, performanca prej qendresës. Mirëmbëjtje. Dhe mbollëm një reze diku, do shkëlqej sot një diell i vërtet. Ne unë do shkëlqej sot një diell i vërtet. Ky emision mundësohet nga Telkos.